Faktikisht ne operojmë në Shqipëri nëpërmjet standardeve që janë ndërkombëtare, por gjithashtu edhe standardeve kombëtare. Fokusi jon deri më tani ka qenë le të themi prodhimi organik. Domethënë kemi një rregullore e cila na specifikon cilat duhet të jenë rregullat që duhet ndiqen nga fermeri, nga operatori apo nga grumbulluesit, të cilët duhet të zbatojnë rregullat e një standardi caktuar që në momentin që fillojnë edhe kultivojnë një bimë caktuar dhe deri në momentin që ky produkt shkon tek konsumatori final. Aktivitetin të cilin ne e ushtrojmë e kategorizojmë kryesisht në 3 fusha kryesore, që do të thotë kemi bimët medicinale të cilat janë të egra, pra bimët spontane, kemi bimët medicinale të cilat vinë nga aktiviteti i prodhimit bimor, kultivimi, edhe gjithashtu është edhe aktiviteti i tretë që konsiston nga përpunimi edhe nga tregtimi, që do të thotë janë bimë të cilat blihen nga palë të treta. Sfida kryesore e cila unë mund të përmend është të flasësh për prodhimin organik normalisht kërkon goxha informacion. Kërkon një informacion i cili është shumë dinamik, ndryshon vazhdimisht me kalimin e kohës, patjetër. Patjetër. Vetëm se jam në limite për pjesën e parë për shkuar në publicitet. Nesër të them, merrni se këtë janë bimë organike. A mund t'i shesën organike në treg sot pa patur certifikatën e kompanisë juaj apo i kompanie tjetër? Mos mi digje etapat. Ky është një ndër problemet që ne e kemi patur e kemi diskutuar vitet e mëparshme, vazhdon të jetë prap, po themi në nivele të larta që ka një abuzim me përdorimin e termit bio. Pra jo gjithkush pa dashur këtu që të fajsojmë aktorë të ndryshëm, pa dashur që të fajsojmë as konsumatorin, por kjo vjen edhe për shkak të mungesës së informacionit. Për shkuar edhe një herë aty ku isha, domethënë kemi një ndër sfidat kryesore është mungesa e informacionit për shkak të intensitetit edhe volumit që ka po themi sektori organik, në mënyrë që një fermer apo operator do duhet që të zbatoj kërkesat e prodhimit organik, do duhet që të bëjë një farë vetë studimi me veten, vazhdimisht në mënyrë. Edhe e njëjta gjë për të ardhur tek ajo që thotë zoti Filip që përdorimi jo i saktë i termit bio, ndodhet te konsumatori, edhe vetë konsumatori shpeshherë ne hasim që nuk ka një koncept të qartë se çfarë do të thotë bio, se çfarë do të thotë organik. Edhe me të drejtë përdoret termi bio në qartë. Meqense jemi tek